Politikat gjinore ende vazhdojnë të jenë temë të cilat trajtohen dhe unë personalisht mendoj se edhe duhet të trajtohen edhe më tej. Së fundmi është nxjerrë në një raport i Qendrës Kosovare për Studime Gjinore. Raporti është titulluar Politikat gjinore në shoqërinë civile dhe në sektorin privat. Ne kemi raportin këtu në studio, por për të folur për të gjeturat, do të kemi mundësi ta zhvillojmë bisedën me menaxherin e projektit në QKSG, Lavdi Zymberi. Mirëserdhje Lavdi. Mirëserdhje, faleminderit për ftesën. Pra, sa kuptova unë, punët nuk i kemi aq mirë, por jo edhe për t'u alarmuar. Nuk është shumë keq. Nëse mundem me përmbledh një fjalë të shkurtër, megjithatë ka çështje të cilat janë në kuadër të raportit të hulumtimit, të cilat kanë nevojë për vëmendje të më shumë, do të thotë vëmendje qoftë nga institucionet publike, për shkak se ato rregullojnë çështjen e legjislacionit, por qoftë edhe nga këto dy sektore të përfshira në hulumtim, për shkak se ato janë përgjegjësit për zbatuar atë legjislacion që e kemi. Me legjislacion në këtë aspekt se i kemi punë? Shumica e gjërave janë në ligje, janë të rregulluara, mirë po mungon zbatimi. Sikur se çdo sektor tjetër, pra nuk është se është ekskluzivisht gjendja e mos zbatimit të normave vetëm sa i përket barazisë gjinore. Jo, absolutisht jo. Ne e dimë shumë mirë që kemi mungesë zbatimit të legjislacionit në çdo aspekt. Po unë po flas në këtë rast për ligjin për barazisë gjinore, për shembull, po flas për ligjin e punës, po flas për ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. Do thotë janë këto 3 ligjet bazike të cilat ne kemi trajtuar në këtë hulumtim, të cilat kanë probleme më të theksuara në këtë sektor, do thotë për shkak se ne po merremi në këtë sektor dhe jo me legjislacionin tjetër. Po ka mungesa sidomos tek ligji kundër ose për mbrojtjen nga diskriminimi, ajo është do të thosha pak më alarmues, do të thotë mos zbatimi i këtij ligji është më alarmues. Vetë personi të cilët i shkilen të drejtat duhet të reagojë. Atëherë nuk ka shumë reagime të kësaj natyre. A nuk po din njerëzit, a nuk po don? Mendoj që do të ishte e padrejtë të themi që nuk po din ose nuk po don, është një lloj kombinimi, mungon vetëdijsimi i punëtorëve. Kjo është e vërtetë, mungon do të thotë nuk e din ndoshta cilat janë të drejtat e tyre, nuk ka ndoshta as persona përgjegjës ku munden me u drejtu në rast se ju shkelen të drejtat, por pse ju shkelen të drejtat grave në shoqërinë civile? Sepse shoqëria civile ajo që më shumë të bën thirrje për respektim të drejtave. Shoqëria civile është pak më mirë se sa sektori privat. Okay. Megjithatë, sa i përket shoqërisë civile, në një farë mënyrë shkelet e drejta për pushim të lehonisë, kur flasim për gra, sepse shoqëria civile në shumicën e kohës do thotë financohet nga donatorët. Donatorët financojnë projekte. Po organizata juaj është e njëjta, do thotë donatorët financojnë projekte dhe jo do thotë paga si pagë e tillë. Dhe në raste kur një grua që punon në shoqëri civile shkon në pushim të lehonisë, atëherë aty fillon problemi, për shkak se donatori nuk parasheh, të shumica donatorëve nuk parashohin pagë për ato që shkojnë në pushim të lehonisë. Dhe në ato raste do thotë shoqëria civile nuk ka mundësi të punësojë dikë tjetër sepse mungon buxheti dhe duhet ato punë të cilat i lën një grua të kryen nga pjesa tjetër e stafit. Si ja bëni ju në organizatën e juaj, sepse jeni ju që e hidhni këtë problem në ajër dhe rrëfeni atë, më mirë ta them ta korrigjoj veten, dhe nëse ju përballeni me të njëjtin problem dhe ju gjeni fonde nga donatorët, si mendon se do të mund t'ja bënte një kompani e vogël diku në një qytet apo në një fshat të Kosovës? Po mendoj ajo që duhet bëjë shoqëria civile është avokoj më shumë, do thotë tek donatorët që parashojnë vetë pjesë të buxhetit, do thotë që në fakt jenë në pajtim me ligjin e punës, sepse vetë ligji i punës e ofron mundësinë për pushim të lehonisë dhe meqense donatorët funksionojnë në Kosovë, do të ishte e udhës që t'i respektojnë ligjet e Kosovës. Sa i përket kompanive më të vogla, nëse po flasim për kompani private, kjo është edhe më problematike. Për shkak se 6 mujor i parë duhet paguhet nga fondonsi dhe në shumicën e rasteve, paktën edhe nga ato që kemi dëgjuar nëpër fokus grupe që kemi organizuar në këto qytete, e kanë problem këtë 6 mujor. Sepse do thotë duhet të paguajnë një punëtore e cila nuk është në vendin e punës dhe në njëjtën kohë duhet të punësojnë edhe dikë tjetër.
Për këtë arsye edhe është ngritjo temë, do të thotë çështja e pushimit lehonis është në ndryshim e sipër, sa do zgjas nuk i dihet, për shkak se tash jemi edhe pas qeveri, dhe po vazhdon tash ka 2 vite gati që ligji i punës është në ndryshim e sipër. Po ajo do të thotë është çështja që ndoshta të kemi një tjetër verzion të pushimit të lehonis që punëdhënësi, sidomos punëdhënësi privat në këtë aspekt, mos jetë aq i ngarkuar në pushim të lehonis. Ka do thotë propozime të ndryshme, cilat akoma nuk janë miratu, po shpresojnë që ato propozime do ta lehtësojnë pak barën për sektorin privat dhe në këtë mënyrë do thotë gratë kanë mundësi më shumë të punojnë në sektorin privat. Sepse është dhe pengesë, thotë, nëse një grua është në planifikim të familjes, është shpesh pengesë për të futur në punë, sepse duke marrë gjithmonë për bazë thotë pushimin e lehonis. Dhe në këtë rast do thotë shumica e sektorit privat preferojnë mos ta marrin fare një grua në punë, se sa të përballen mas andej me pushimin e lehonis, ose t'i japin kontratë shkurtër, kontratë 3 mujore, kontratë 6 mujore, do thotë të jenë gjithmonë duke pritë se kur nëse një grua është adzon, atëherë i ndërpret kontrata dhe shkon në shtëpi dhe nuk mbulon ato shpenzime të pushimit lehonis. E qartë, edhe si keni menduar ju këto probleme të zgjidhen, ose të paktën çfarë thonë njerëzit me të cilët jeni takuar gjatë këtyre kohëve të fundit në focus grupe të cilat i përmbyllet mos gabofsha dje ose pardje në Pej? Po, dje kishim focus grupin e fundit në Pej, do thotë kemi qenë për të gjitha komunat e mëdha, kemi pasur të 7 focus grupe, 5 kanë qenë para përfundimit të volumtimit, do thotë kemi marrë gjendje në terren përveç pyetësorëve që janë plotësuar. Dhe pastaj kemi pasur një në Mitrovic dhe djeq kemi pas në Pej. Gjendja është pak a shumë e njëjtë në gjitha komunat, do të thosha sa i përket politikave gjinore. Gratë atje ndihen që janë pak më të lëna anash, se sa për shembull në komunën e Prishtinës, po flas për pjesën e shoqërisë civile, për shkak mungesës së fondeve, për shkak të lënies anash të qytetit në përgjithësi, po shpesh herë edhe për shkak të mentalitetit. Këto do të ishin ato 3 gjërat kryesore që mundemi me nxjerr nga diskutimet në për fokus grupe. Dhe çfarë del si alternativë, sepse ne si shoqëri bukur shpesh në çdo lloj problematike jemi të prirur të nxjerrim telashet e problemet në tavolinë, por shumë rrallë zgjidhjet. A ka pas ide kreative dhe të qëndrueshme për të dhënë zgjidhje? Zgjidhjet është pak problem ndoshta me u zgjidh në tërësi për shkak se këto tema po vazhdojnë me vite të tëra. Megjithatë ne kemi dalë me disa rekomandime, të cilat do t'i ndjekim më pas, do të shohim se sa po zbatohen. Nëse këto rekomandime zbatohen, do të ishte një hap para për me arrit një politikë gjinore në të dy sektoret që është e qëndrueshme dhe që është gjithashtu e drejtë për të dyja gjinit. Shpeshherë keq kuptohet kur flasim për politika gjinore, mendohet menjëherë që po flasim për gra, po flasim për të dyja gjinit. Po është realiteti pastaj e determinon se ku është problemi më shumë. Për shkak se problemet janë më të shumta me gra. Do thotë në momentin kur fillojnë problemet me burra, do flasim për problemet e burrave, s'ka dyshim ajo punë. Do thotë nëse fillojme me zbatu këto rekomandime që jo vetëm që KSG-ja, por dhe organizatat e tjera që punojnë në këtë çështje, nëse fillojnë të zbatohen, besoj që është një lloj përmirësimi i vogël, po hap pas hapi arrit, do thotë diçka nuk mund të pretendojmë që do ta rregullojmë çështjen ashtu direkt brenda natës, nuk është diçka që bëhet. Megjithatë nevojitet një bashkëpunim i mirë mes të 3 sektoreve, sektorit publik, sektorit privat dhe shoqërisë civile, në mënyrë që ta rregullojmë sa do pak të çështje. Do thotë që ta krijojmë një ambient më të përshtatshëm si për gratë dhe për burrat. Pastaj futën këtu interesat dhe pamundsohet kjo, sigurisht se jemi dëshmitar të shumë çka tjetër. Por përpos këtyre që i përmendëm, cilat janë problemet e tjera që mund të futen në kategorinë e problemeve kryesore sa i përket politikave gjinore? Një problem tjetër do të thosha është çështja e ngatmimit seksual, edhe çështja e diskriminimit. Për të cilën nuk është folur shumë në këtë shoqëri? Nuk është folur për shkak se akoma merret sikur është tabu. Akoma është një lloj mentaliteti që është një lloj victim blaming, do të thotë pajësimi i viktimës, se çka do të ndodh, do thotë shfaji i viktimës dhe jo i agresorit, nëse mund të them kështu.
Dhe është ajo çështja e moralit, që akoma merret si pikë kryesore dhe kjo po mendoj që i parandalon ose i ndalon personat që ngacmohen të ankohen. Kur po them personat, po mendoj që ngacmohen edhe burrat edhe gratë, asnjëherë nuk themi që ngacmohet veç njëra palë. Kjo do të thotë është çështje kryesore. Nuk ka është ngacmimi seksual, përmendet në ligjin për mbrojtje nga diskriminimi, megjithatë nuk ka masandej struktura, nuk ka do të thotë persona përgjagjës që i trajtojnë këtë çështje. Dhe shpesh mbahen fsheta, shpesh mbyllen, do të thotë nuk i diskutojnë. Po ju keni pasur raste konkrete që i dini apo që kanë raportuar te ju si organizat? Ne nuk merrem me do të thotë me raportime të direkte. Nga anketimet që mund i keni zhvilluar, pyetësorët që keni shpërndar? Gjatë fokus grupeve është përmend shumë shpesh, do të thotë ka pasur raste normalisht përmend pa emra, ka pasur raste do të thotë që janë treguar si në rastin kur dikush është ngacmuar seksualisht e kalon punën. Do thotë ajo ka qenë si zgjidhja e vetme që e kanë parë të mundshme. Do thotë nuk e kanë vazhdu punën, nuk e kanë lajmëruar diku, po thjesht e kanë lënë punën edhe nuk e kanë ecë studje. Nga mendon se vinë gjitha këto probleme? Me siguri keni pas mundësi të bisedoni me gjitha ata njerëz në forma të ndryshme. Nga vinë këto probleme? Sepse nuk është se janë të futura thellë në kulturën tonë. Qoftë ngacmimi seksual në vendin e punës, qoftë edhe diskriminimi në baza gjinore. Nuk është se janë pjesë përbërëse bukfalisht e kulturës tonë. Ndoshta s'po pajtohemi te kjo pjesë. Unë mendoj që mund të diskutojmë, por në një rast tjetër definitivisht. Patjetër. Unë mendoj që një bazë e madhe është tek familja, pastaj shoqëria. Po si është e mundur familja ta diskriminojë, ta dojë djalin ose ta çmojë më tepër se vajzën kur të dy rriten në njëjtën shtëpi me të njëjtat kushte? Kjo është një pyetje që ne e bëjmë çdo ditë, po nuk kemi arritur akoma të gjejmë një përgjigje të saktë. Është e mundur, do të thotë tradicionalisht familjet shqiptare dojnë me pas një djalë. Do të thotë edhe momentin kur ka një vajzë, i lind një vajzë, prapë nuk është ai gëzimi që ju lindi djali. Do të thotë gjithmonë ajo lindja e djalit pritet me shumë gëzim, lindja e vajzës pritet me ndoshta ki fat herën tjetër. Do të thotë që aty për mendimin tim fillon diskriminimi gjinor. Përderisa nuk të kalohet kjo, përderisa nuk trajtohen njëjtë si vajza si djali, kjo pastaj përcillet edhe në të ardhmen. Pastaj shoqëria, do thotë me tjerë sy shikohet një vajzë, me tjerë sy shikohet një djalë, do thotë veprimet që i bëjnë, ndryshe arsyetohet një djalë kur bën diçka që merret si e keqe ndryshe një vajzë. Është ajo shpreha boys will be boys, djemt kanë me qenë djemt, që nuk thuhet edhe për vajza, asnjëherë s'është thënë girls will be girls. Kështu që thotë ka fillon këtu, do thotë momentin që dje kur ishim në Pej për shembull, përmend një rast që në sektorin privat ndryshe flasin dy kolegë burra për një kolege gruas sa që do të kishin folë në sektorin e shoqërisë civile. Do thotë analizohet pamja, analizohet veshja, analizohet qëndrimi, po nuk analizohet pjesa profesionale. E kemi ose edhe rastin me presidentën, me zonjën Atifete Jajaga. Ndryshe është shiku çdo veprim i saj, ndryshe shikohet veprimet e presidentit aktual faqi. Gjithmonë është një lloj tjetër vështrimi ndaj grave, merren sikur nën lup. Që do thotë duhet ndrohet kjo, duhet shikohen njerëzit barabartë, nuk ka rëndësia është grua apo është burr, duhet me shiku personi nga aspekti profesional dhe jo nga aspekti i dukjes ose nga aspektet e tjera. Atëherë, në aspektin profesional, kur kompanitë private punësojnë, është parimi i përgjithshëm që marrin punë atë që e bën punën më mirë, nga i cili kanë levërtim më shumë dhe ka disa kompani të cilat unë i di se funksionojnë dhe e vrej shihet që nuk e marrin fare parasysh gjinin, nuk përbën kriter për ta. Kështu që pse duhet pasur probleme të këtilla kur po flasim për punësim të njerëzve që mund të jenë më kualitativ në kryerjen e detyrave të tyre? Ashtu do të ishte
do të duhet të ishte, është e vërtet. Megjithatë, në një prej pyetjeve që kemi pasur ne në Hulumtim, ka qenë pyetja nëse përdorin kompanit ose OJQ-t gjuhë ose imazhe diskriminuese, kemi pasur 32 përgjigje që po përdorin. Dhe nga këto 32 përgjigje, 30 kanë qenë të sektorit privat. Do të përdorin gjuhë diskriminuese ose përdorin imazhe diskriminuese. Gjithmonë vjen mend një reklam, nuk e di e kujt është, po është një lloj përforcimi i stereotipeve gjinore, kur thotë që për shembull Albania gjithmonë e pret të dashurën e tij e cila gjithmonë vonon. Do thotë fuqizohet ai lloj stereotipi, fuqizohet ai lloj paragjykimi për vajzat, edhe do thotë këto janë kompani private të cilat e bëjnë këtë çështje. Do të duhej mos shikohet do thotë a është grua ose burr, do duhet pranohej në punë personi që është i përgjithshëm, i përgatitur. Megjithatë, mund përdoret edhe një nen i ligjit, neni 6, i cili ofron mundësinë për veprim pozitiv ose affirmative action, i cili do thotë ju lejon kompanive, institucioneve që të punësojnë gjininë e nënpërfaqësuar. Jo gjithmonë gjinia e nënpërfaqësuar janë gra, ka raste ku janë edhe burra. Do thotë mund përdoret ky mjet ligjor që të arrihet ajo barazia gjinore. Kjo normal nuk do me thonë që do të ta punësosh një burr ose një grua thjesht për shkak të gjinisë. Megjithatë, në rastet kur ke do thotë kualifikime të njëjta, atëherë mund të japësh përparësi atij ose asaj kandidati që është më i nënpërfaqësuar në kompani. Ka dhe probleme të tjera përveç tyre që i folëm që janë të renditura në këtë raport tuaj. Natyrisht do të kemi mundësi të flasim për secilën, kuptohet. Por gjithsesi ne i përmendëm vetë shkurtimisht fillojmë bisedën se ju natyrisht si shoqëri civile s'keni mundësi të ndikoni konkretisht për t'i tejkalu këto çështje, por rekomandoni se çfarë do duhej bërë. Ligjet, zbatimi i ligjeve që është meta jonë më e madhe, çfarë masa të tjera ju mendoni se do duhej të merreshin për të siguruar që këto dukuri do të jenë më të vogla, se për të hequr fare në kohë të shkurtër është pak e vështirë. Po ajo që ne mund të bëjmë si shoqëri civile është të avokojmë më shumë tek institucione, do të shfrytëzojmë çdo mundësi, qoftë ndonjë grup punues, qoftë ndonjë lloj takimi, konferencë që ta ngrejmë zërin për ato çështje të cilat na preokupojnë, atë po e bën QKSG-ja. Ne do të kemi një projekt tjetër përveç këtij projekti ku do ta çojmë deri në gjykatë njëri nga institucionet i cili nuk e zbaton ligjin për barazi gjinore. E keni tashmë? E kemi hulumtimin gati të përfunduar, e kemi mund ta përmendim për cilën institucion është fjala? Do të presim, për shkak se si që nuk mund ta dërgojnë, po jemi duke bashkëpunuar me avokatin e popullit. Institucion publik? Po, institucion publik. Do të është njëra nga ministrit. Që po shkel ligjin? Po, janë disa ministri që po e shkelin ligjin, do thotë sepse ligji për barazi gjinore kërkon 50-50 përfaqësim dhe ka disa ministri të cilat nuk e kanë arritur këtë. Do thotë, po ne do të merremi me një për shkak se nuk na mundson projekti, buxheti, financat të merremi me të gjitha, por kjo do të shërbejë si shembull për ministritë e tjera, për institucionet e tjera se çka i pret në një farë mënyrë nëse nuk e zbatojnë ligjin. E qartë, pra edhe zyrtarët institucional flasim për këtë çështje vetëm sa për sy e faqe, po më duket, meqense brenda institucioneve publike ka problem. Ka probleme, madje në disa ministri janë goxha të theksuara. Do thotë, në disa ministri nga një hulumtim tjetër që kemi pasur, ka vetëm 25% gra. Do thotë, nuk janë më pak se në shumë kompani private. Nuk i kam shifrat për kompani private, megjithatë nëse ligji thotë duhet 50-50, paktën duhet të arrish nëse nuk e arrin në një ministri, në institucion qeveritar, është pak e çuditshme që me prit me arrit kompanitë private ose shoqëria civile. Përmendëm edhe disa të tjera rekomandime, të cilat me siguri se do të kenë mundësi të shpërndahen. Fundit raporti është në webfaqen tuaj, i publikuar, kështu që është i qasshëm për secilin që do të donte t'ja hidhet paktën një sy.
Unë të falenderoj shumë Lavdi për post nëse do të thuash edhe diçka tjetër që mund të jetë e rëndësishme. Jo, faleminderit, nuk do të shoja diçka tjetër përveç asaj që ju thatë. Uroj që të tejkalohen këto, me qenë se sa po duket nuk është edhe aq që lehtë. Ju uroj suksese, faleminderit shumë.